Ku janë 9 të tjerët? Një pyetje e drejtuar në mënyrë direkte nga Krishti, një pyetje e cila duhet ta shqetësojë. Historia vjen kështu dhe njëri nga ata si e pa se u shërua, kthehet mbrapa për lëvdon Perëndin, me zë të lartë madje. Dhe Jezusi i tha, a nuk u shëruan që të 10, ku janë 9 të tjerët? Ka një pyetje të Jezusit që duhet të na trondisë. Është pikërisht kjo. Ku janë 9 të tjerët? Nuk është pyetje informacioni. Jezusi e dinte ku ata ishin, por është një pyetje që synon në thelb të zbulojë diçka të madhe, natyrën njerëzore. Është sikur Zoti na thot ku janë ata që u prekën nga mëshira ime? Ata që morën jetën mbrapsht, ata që qanë kur kishin nevojë, por heshtën kur morën bekimin. Tregoj një histori, historia e breshkës dhe e akrepit. Akrepi kërkon breshkës ta kalojë në anën tjetër të lumit, që ta marrë në zhgullin e saj, sepse akrepi nuk notonte dot. Breshka i thot jo, sepse ti do të më pickosh. Akrepi përgjigjet, nëse të pickoj moj breshk, atëherë do të mbytem edhe vet. Nuk duket se është e logjikshme pyetja jote dhe shqetësimi yt. Atëherë breshka bindet. E mori mbi shpinë, por në mes të lumit akrepi e pickon. Ndërsa të dy po mbyteshin, breshka i thot, përse e bëre? Tani do vdesim të dy, nuk është as pak e logjikshme. Akrepi përgjigjet, nuk mund ta ndryshe. Në fakt, nuk është çështje logjike, por është çështje natyre. Mosmirnjohja nuk është vetëm gabim sjellje miq, por është problemi i natyrës. Tek Luka 17 ishin 10 lebrozët që ndaluan nga larg. Ata nuk mund të afroheshin, lebra nuk ishte vetëm smundje fizike, por izolim shoqëror, dhimbje familjare, përjashtim fetar. Ata nuk ishin vetëm trup të plagosur, por identitet të shkatruar. Dhe ata thrasin, mjeshtër Jezus, ki mëshirë për ne, vini re. Në nevojë të 10 dinin të luteshin, por pas shërimit, vetëm njëri diti të falenderoj. Dhe kjo është tragjedia njerëzore. Shumë njerëz e njohin Zotin kur kanë nevojë për mrekulli, vinë dhe luten, por e harrojnë kur mrekullia ndodh. Jezusi nuk i shëroi më njëherë në vend, ai u thot shkoni dhe paraqituni tek priftërinjt. Dhe ndërsa ata po shkonin, u pastruan. Bindi atyre hapi rrugën e shërimit, por njëri kur e pa se u shërua, kthehet. Ky është momenti vendimtar. Të 9 të tjerët vazhdojnë drejt bekimit, njëri u kthye drejt bekuesit. 9 shkuan për të marrë konfirmim social, njëri kthehet për t'i dhënë Zotit lavdi hyjnore. 9 marrin pastrimin. Njëri mori edhe shpalljen, besimi ju të shëroi. Mirënjohja miq zbulon që zemra nuk kërkon vetëm dhuratën, por dhënësin. Jezusi tha, a nuk u shëruan që të 10? Pra, imagjinoni problemin njerëzor, 1 në 10 është raporti i mirënjohjes me mosmirënjohje në botë. Pra problemi nuk ishte se Zoti nuk ishte vepruar, por se njerëzit nuk kthehen tek ai ta falenderojnë. Mirënjohja është bekim i madh, është bekim pa kthim mbrapsht. Ndërsa mosmirënjohja, është një tmerr i vërtet. Mosmirënjohja shpesh mund të jetë mrekulli pa adhurim, shërim pa lavdi, lutje pa falënderim drejtuar Zotit. Është marrje dhuratave pa përulje. Dhe vini re, i vetmi person i cili kthehet mbrapsht falenderoj Zotin, ishte një i huaj, i cili bëhet për të gjithë botën modeli i adhurimit. Ai që duhet ishte larg, ishte ai më afër zemrës së Zotit se ata të tjerët që kishin privilegjin fetar, që ishin judej. Pyetja për ne sot është, a jam mes 9-ve, mohuesve, mosmirënjohësve, apo jam 1 në 10? Pra jam ai mirënjohësi. A di vetëm të thras dhe të lutem kur kam nevojë, halle, shqetësime, apo di edhe kur të kthehem kur Zoti më përgjigjet? Ta falenderoj atë. Sa herë kemi thënë Zot më ndihmo, më shëro, më hap rrugë, më shpëto. Por pasi Zoti vepron, ne vazhdojmë rrugën tonë. Mirënjohja është kthim. Kthim tek adhurimi i Krishtit. Kthim tek Zoti, tek përulësia, tek kujtesa. Besimi vërtet prodhon një zemër mirënjohëse. Edhe nëse besimi nuk të kthen tek Krishti, ndoshta ti ke kërkuar vetëm bekimet e tij, asnjëherë atë. Ndaj, miqtemi, Jezusi ende sot vjen të pyes, ku janë 9 të tjerët? Le të mos jemi njerëz që marrin dhe ikin prej tij. Marrin bekimet, shërimin, mrekullitë dhe largohen. Le të mos jemi si 9
mosmirnjohësit, judej, që marrin ç'duan nga Zoti dhe largohen prej tij. Le të jemi njerëz që kthehen dhe bien përmbys në adhurim. Le t'i lutemi Zotit së bashku. Zoti Jezus, na fal për gjitha herët që kemi kërkuar mëshirën dhe kemi harruar falënderimin. Na fal kur kemi dashur dhuratën më shumë se dhuruesi, më shumë se ty. Ndaj na bëj si ai njeri që u kthye dhe bie te këmbët e tua dhe t'jep lavdin. Na jep një zemër që nuk vrapon dhe nuk rend pas bekimeve, por qëndron tek bekuesi. Ty të qoft lavdia, nderi dhe adhurimi për jetë, o Zot. Bekoj burra dhe gratë që janë duke më ndjekur sot në vijim të meditimeve tona gjatë çdo dite të këtij viti. Rrethoj me të mirat e tua dhe lutem që të gjithë ne të jemi mirënjohës. Në emrin e Jezusit. Amen dhe amen. Miq të dashur, ky ishte meditimi për sot. Në fakt, stacioni i dytë i mirënjohjes në 130 e ca ditë vijim të udhëtimit të meditimeve tona. Dhe nesër do të vjoj të flas për mirënjohjen pak më në thellësi dhe pas nesër. Kam vendosur që të flas për 4 hapa drejt mirënjohjes, drejt transformimit të zemrës së natyrës tonë, pasi natyra njerëzore na shtyn drejt të qenurit mosmirnjohës. Por Zoti na fton të vim tek vendi i adhurimit, vendi i mirënjohjes. Zoti ju bekoft, me zi pres t'ju takoj sërish nesër, dhe nëse ky meditim i kësaj dite ishte bekim për ju, ju lutem ndajeni me miqtë tuaj që së bashku mund të rrisim komunitetin e njerëzve të besimit.